Ndeshja kryesore e javës së fundit zhvillohet të shtunën në Shkup, ku përballen kampioni i ri dhe kampioni nga sezoni i kaluar, Vardari dhe Shkëndija. Në skuadrën vendase, kjo përballje ka rëndësi të veçantë pasi zyrtarisht do të promovohet kampioni i Maqedonisë së Veriut, ndërsa për ekipin kuqezi fitoria do të ishte një satisfaksion pas zhgënjimit në finalen e kupës. Takimi Vardar-Shkëndija zhvillohet nesër me fillim në ora 18. Në stadiumin e qytetit në Gostivar me fillim në ora 16, skuadra e Arsimit për herë të parë në këtë kampionat do të del në teren të gjelbërt pas një ngarkesë, pasi ka siguruar mbijetesën. Trajneri i ekipit nga Çegrani, Vildan Saliu, është shprehur me emocione për suksesin historik, duke shpresuar për mbyllje me sukses të sezonit. Jemi në prag të përfundimit të këtij kampionati futbollistik, që për ne ka qenë një sezon debutues, një sezon me shumë vështirësi, me shumë probleme, por me rëndësi që fundi është i shkëlqyer dhe ashtu siç do ta kishim menduar, do ta kishim ëndrruar, domethënë kemi arrit një sezon të jashtëzakonshëm ku ekipin tonë kemi arrit ta sigurojmë mbijetesën pa ndeshjet e balotazhit. Sigurisht për fatin tonë keq si vjet edhe sistemi i garimit të ligës ndryshoi, ku faktikisht për gjithë atyre ekipeve 5 rrezikojnë rënje nga kategoria, që në ekipa edhe me shumë traditë, por ne si klub, si fshat, kemi pas një organizim të jashtëzakonshëm, por sigurisht futbolli ka ulje ngritje, me rëndësi që i përballojmë ato sfida dhe jemi sot që ndeshjen e fundit ta shijojmë maksimalisht, domethënë një ndeshje pa ngarkesë kundrejt Rrugës, edhe pse do të japim maksimumin që do dalin fitues, që ta krijmë këtë mision me nder dhe shumë dinjitet. 2 ndeshje të kësaj jave zhvillohen të dielën me fillim në ora 16:30, ku përballen Pelisteri Bashkimi dhe AP Brera Shkupi, ndërsa të hënën po me fillim në ora 16:30 takohen Rabotnički Tikveshi dhe Makedonia Gjorgje Petrov Sileksi.